Por e mësë se more. Është në kopësh. Shushi vendosë tiki. E pra. Vetëm të loja e keni menjen, do vini apo jo? Mama, si gjithmonë me Vanessa? S'kemi. Atëherë, çfarë do bëjmë? Keni ndonjë mendim? Tani le ta vrasim pak mendjen, a? Unë s'se kam me shumë qef, po nuk duhet ndajmë nga juve, prandaj. Stella, ka për të bërë shefi. Ula ka për detyrim. Ju e dini se ç'bërja ai për gjyshit tim. Po jo vetëm për ty, po për gjithë ne ka bërë shumë. Unë jam dakord me Stella, por me qeni shumica. Unë e dua shumë. Vërtet gënjem pak, po zemrën e ka të mirë, ju e dini. Unë kam një ide geniale. Thuaj një herë, pastaj ta shohim a është geniale apo jo. Ju e keni parë klasën e tij, ajo është bosh fare. Po sigur t'i blejnë diçka që ati t'i mungon. Në fakt, atë i mungojnë shumë gjëra. Shumë mirë. Mendoni sonte dhe nesër, dhe kur të takohemi ta kemi vendosur. Tani hajt lozim si jemi bërë si të rriturit. Vetëm flasim. Si analistët do të thuash. E shef, ti shef shumë televizor. Hajt lozim.
U mërzite, po kot mërzitesh. Madje po të më dëgjosh mua, duhet cilesh pak më me kujdes. Se ata janë moshe madhe, edhe i ngelet vatri shumë shpejt. Bëj kujdes me gjyshin edhe sillu pak më mirë. Se të moshuarit preken shpejt. Po u mirë po sillem. Po nuk thash unë që po sillesh keq. Ai mund të thot në fjalë, duket pak i sert, por tjeti mirë, ai ty të do shumë. Vdes për ty. Pastaj do lidhe pak ditë, e do iki. Edhe duhet bësh kujdes. Nuk duhet ik ai me zemër të thyer, me zemër të lënduar në fshat. E kupton apo? President, të lutem, nuk është mirë që ta marrë vesh edhe këtë punë e Dadus. Nuk duhet ta marrë vesh. Ti do ta kuptosh. Ata janë brez tjetër, psikologji tjetër. Ka mbetur mbrapa në kod baba Qemos, e kupton apo? Pastaj, thashë, nuk do ri më shumë se 2-3 ditë do t'ik. Kush do ike? Ai? As që ka në përmend t'ike. Ta e në që ka zënë e mishësi? Po si është bërë? Po jo, më president, jo. Se dhe duesh ti nuk rije, se nuk ri do të pa plakën, kupton apo jo? S'ta pas ka thënë, këtu do ri. Ri dhe pa gjyshen aje. Kafen ma mësoj t'ja bëja për ditë. Madje do dhe ta nxirë shëtitje. Sigur si dhe gjyshen me shami këtu në Tiranë. Ato që i kam talër unë, do më talin ato tani mua. Dhe për atë punë e gjyshes, mbaj gojën. E mos ja fut kot. E pare njërë që është mama e ime, është nëna ime, o shoku. Dhe e dyta e ke pa sa bukur i shkona e shamia, e mund tjetë nër femrat më të bukura në botë që i shkona e shamia, e ke pa sa bukur e lidhë. Ba, më mirë t'ja thua gjyshit çfarë punë e pën, jo t'ja thonë tjerët. Do ri këtu, në t'i gjë mua. Po kot e thote, kot fare. Pa më thuj, qa ka për të bëgë tuaj? Ka më thuaj ti? Herë, ma mbush mëndjen. Këtë, mos ma thuaj mua, thuja ati. Ka për t'ikur se nuk ron do të pa tokën e. Edhe toka merë fund. Ku po shkone? Hajde shi. Kam nevoj për intimitetin tim. Do dalë shëtitje. Shpi nuk mendohet. Njërën dhomë gjyshi, tjetërën ato fëmijët e tu. President. Të të lutem për një gjë. Të të marrë ca kokoshka për gjyshin dhe e qash? Bërë mirë që zbritëm qytet. Koha që i kështu me shi, po bërë mirë që erë. Po mirë bërë, mirë që nuk bërë mirë, po që do këtu që nga rëmoja madhe, po ke merë vesh i parit dytit. Këtë drejtë. Është një qikë rëmoj. Këtu nuk para pyret njëri, më mbite me atë duan, me të dredhur e këtë shkështë. Po me të dredhur, nuk e pi zotërote. Jo. Ashtu. Zotërote, shpëmike. 2 kam djallë dhe vajzë. Raj. Rofsh, faleminderit. Vajzën e kam të martuar në Gjermani. Ashtu, 5 vjetë që është andej. Ka për një malë. Do mos do. Ka për një vajzë të vogën, më ka për me mbesë. Mirë. Mos o ango. Po, e vlati djalli, shpëmika e. edhe i ka 2 fëmijë. Një vajzë dhe një djalë. Ashtu. Me nusën si vetëm, ha?
Se kam dëgjuar që këto nuset te nga qyteti, si kur janë pak me nusë. Jam në rregull. Jam burë zakone, ja kam bërë të qarta që në fillim. Me mua s'ka kili vili. Ja. Dhe të paqa, ja, kështu duhet. Që ndë dytë, para. Rofsh, ja gëzuar, ja gëzuar. Ashtu. Që është kjo gëzuar, më? Gëzuar, thotë. Po gëzuar me fundo, ja kjo është gëzuar. Po se unë do iki në shtëpi, pastaj edhe... Edhe qfar edhe? Gjumë do bësh, qa do bësh në shtëpi? Po gjumë, po se si e shtu pastaj edhe... Janë sa gjëra që... Qës? Hajde një pse, se nga të ngjarë kjo një që jenë të spiru të madhësh. Gjysh, Ja, të ti kanë gjarë. shumë shpejt zëmishti, Te të ardita po të kërkonte. Që më ku ishte? Te shkallët e ke. Si bënte si e tërë, po... Qa thoshtë, më? Mos ke harruar kështu si padashi, blesh bukë. Mos! Ika! Dale më të vete, po kemi marruar dojnë, me qapë më kështu. Ika, se s'ka marrë bukun. Po, ku që t'i gjona të pastaj? Po, që kam për vetës. Po, që sharova kështu, më? Pa ti këtë mërë një pse, si kore pitroj, grenca këtë, Se je mamin e Francit ti. Mamin e Francit, kush është kjo, më? Nuse e djalit ati që po mburre. Hajde, borë, hajde, gjbet kështu, jo pa ma mande vetën edhe si gjellë, pale, edhe lojnë me la për gjësë. Le po ngrita dhe doli për shëndetin e ti, hatë do be, ja ta bem dhe njërë gëzuar, ma. Ja kështu, të mori e mirë atë të nërë, ja që bëtë. Po që bëtë një më la dhe kështu, vatëm, daj. Në shtëpi është dadoja? Jo, ka dalë. Po jo, që në me gjithë këto kutia në përdojë, ku shkone? Dhurata për klasën e dadës. Surpriz për ditëlindje. Vërtet? Pse çuditë është ti? Me që dado ka ditëlindjen dhe menduam që të sillnin një objekt për klasën që ai ka bosh. Ditëlindja e babit. E pas kemi marrë vesh. Po, shumë që si bukur nga nga juaj. E kuptoj. E ati që në lartë. Çfarë do me thënë gjithë kjo? Një disa me daton. Erdha. Mirë dita, si jeni? Faleminderit. Si keni kaluar? Nga shtëpia mirë, të gjithë me shëndet? Mirë, hajde, urdhoni. Jo, faleminderit, ju solla këto të lluma. Po shiteshe, Po kur mora vesh që komshiu ton më të mirë, njeriu që bëhet copash, për gjithë pallatin i kishte ardhur babai nga fshati, thash. Po qohu mojte ut, qohu dhe përgatit një ëmbëlsirë me duart e tua, një ëmbëlsirë mirë se ardhjeje. Edhe ja, ju solla këto të lluma. Me rrofsh, faleminderit. Hajde, urdhoni, brenda urdhoni. Jo. Hajde pim një kafe, ndërrojmë një dy muhabete. Faleminderit, një herë tjetër ndoshta. Po më kthehej djali tani tiktaku edhe po nuk më gjeti në shtëpi, nuk vë buk në gojaj. Kush djali me? Tiktaku. Tiktaku. Ai artisi me? O zë që kishtë ai, bilbil ishte, bilbil fare. Ne keni dëgjuar, E kam dëgjuar, pasi. Kur të keni ko, e janë i poshtë nga unë, pim një kafe, ndroj dy llafe. Po komshia për komshin, vëzër e motra. Da shikoj. Po e janë se s'keni zhbani këtu në shtëpi, do mërziteni vetëm. Yt vir pale kur kthehet.
Valla ime atë punë të vështirë që ka, ja qaj halli. Punë me përgjithësi desha të thosha, apo jo? Aman, po pse punë për burra është ajo? Po pse si pas te qëfar punë duhet bëjnë burrat me? Më falni, po pa u morën burrat me heqjen e bebelinave, ne grave qëfar na mbetit pasaj? Të ndërrojmë krahët e vinçave? Urda? Jo, flas me ju se e di që jeni burrë me tradita, pati ishte për të, se zbërtheja gojen unë. Më falni, po më vjen keq se është bërë qesharak në sytë e lagjes. Shtem dhe unë në sytë e gjithë Tiranës. Jo, ke parti zotrote ndonjë burrë që të ndërroj bebelinat? Ndonjë burrë që të bëhet dado? Jo, unë nuk kam parë, po ke parti ma thuaj. Qesharak, dado fëmijësh? Jo, mos më thuaj që nuk e dije, e zezë moj të lutë. Kjo ma ka fajnë. I ka thënë 100 herë mbylle, i mbyll. Jo, kjo do më marrë një qafë, ma kjo gojë. Më falni. Ju bëfshin mirë të lumat. Edhe hajni sa janë të freskta. Ditën e mirë. Ju pres për kafe, poshtë. Ditën e mirë. Ditën e mirë. Më lupt kjo gojë, të lupt moj të utë. Aq ma mori të keqe, si s'ma kishte vajtur me ndjavën parë. Që është kjo? Ti thërras ma njës. E po të meret burri me rritjen e fëmijëve. Pastaj, unë e liri jam, që ta dish sot trote. Ti këta ku mua mu rritë, edhe një punë e bej, edhe 2 lek i fus në gjep. Hajde pun, hajde. Nga dera e brenda si zonjë. Ash doja thy, brinjët, kyqeleshja. Të erdi fati në derë më të utë. E po qdeshe mojti në Amerikë. Taranana, taranana. E verb. Blu. Kuqe. Po jo, qa bëni këtu, ha? Ma qa bëni këtu? Ku është dado? Ku është ai mashtrusi? Mashtrusi? Unë do atiki. Atë kam thërë mos hyr asnjëherë te kjo dhomë. Unë jam dakord me Stelën, por më qeni shumë Nica? Unë e dua shumë. Banorët e vegjël të pallatit, me ndihmën e Albit, organizohen të gjithë së bashku për të ndihmuar Dadon. Ata i kanë përgatitur atij një surprizë. Dhe keni parë klasën e tij, ajo s'bos fare. Po sigur t'i blejnë diçka që atij t'i mungon. Në fakt, atë i mungojnë shumë gjëra. Shumë mirë. Mendoni sonte dhe nesër, dhe kur të takohemi, ta kemi vendosur. Ndërkohë, që marrëdhëniet e Danielit me gjyshin nuk janë as pak të mira. Megjithatë, Danieli këshillon Dadon t'i tregojë atë për punën që bën. Pasi herët avon, ai ka për ta marrë vesh. Më mirë t'ja thua gjyshit çfarë punë e bën, jo t'ja thon tjerët. Erdhë. Teuta i ka përgatitur një ëmbëlsirë mirëseardhje mystafirit më të rinj në pallat. Qëllimi i saj është tjetër. Nga shtëpia mirë, të gjithë me shëndet? Mirë, hajde, vërdon. Jo, faleminderit, ju solla këto të lluma. Që unë burresha me ty. Çfarë bën gjyshi? Pasi zbulon të fshehtën e Dados?
Dhe çfarë ndodh me klasën e re të Dados? Për të gjitha këto dhe jo vetëm, na ndiqni në serinë e ardhshme të Dadoja e pallatit ton. Po si do dalu para njerëzve, po të vetëm tani.